Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal Zojes Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri, E banoi ndër ne. të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nënë e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. për shpirtrat të burgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shejtrofte emrët, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, E ushtri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, Që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdoj me orën e mesme. Sot është e shtunë dhe jemi në javën e dytë të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e dytë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. himni. Kur Krishti pati etje në ator që në kryqen gjitën, kush psalterin di të lexoj, etjes së drejtësisë ti këndoj. Bashk me etje qoftë uri, për atë që vdish për ne, edhe mëkatin e veri, e virtytit qoftë dëshirë. Bagmi i shpirtit të shenjtë, sot mbi këngë e qeste ndikoft, që zjarin e trupit ta ngri, acarin e shpirtit ngroht. Krishtin dhe Atin ti lusim, shpirtin e Krishtit e të Atit, një e vetme e gjithë pushtetshme Trini, për krah ata që luten. Amen. Antifona.
Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Psalmi 119, pjesa 11. Po më shkrihet shpirti në pritje të shëlbimit tënd, kam besim të plot në premtimin tënd. Syt po më shteren prej dëshirës së fjalës sate, e them, kur do të më japësh ngushëllim? U bëra si rësheku në tëm, por nuk i harrova rregulloret e tua. Po edhe sa di do të rroj shërbëtor yt. Kur do të gjykosh për ndjekësit e mi? Më hapen gropa krenarët, që sjetojnë sipas ligjit tënd. Të gjitha urdhërimet e tua janë të vërteta. Dije keqas më kanë salvuar, dehma eja në ndihmë. Për pak sa s'më rëzuan për dhe. Megjithatë, unë nuk u shmangem urdhërimeve të tua. Më përtri pash dashurinë tënde, e unë do t'i ruaj dëshmitë e gojës sate. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 61, urata e 1/3. Vështroje o hyj britmën time, dëgjoje uratën time. Nga skaji dheu të thëras në ndim, sa më ka lëshuar zemra, më qo të shkëmbi ku s'mund të afrohem. Sepse ti je shpresa ime, kala e fort përballë armikut. Për jetë do të banoj në tendën tënde, do të gjej mbrojtje në sqetullën tënde. Sepse ti o hyji im i pranon kushtet e mia, u jep trashëgim atyre që druajnë emrin tënd. Ditë mbi ditë shtoj i jetës së mbretit, vjetët e tij zgjatin nga breznia në brezni. Le të mbretroj gjithmonë ndër sytë e hyjit, roji u bëfshin hiri dhe e vërteta. Kështu do t'i këndoj këngët emrit tënd pa pushim, do t'i plotsoj kushtet e mia si një ditë për ditë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 64, urata kundër tmerrit të armikut. Dëgjoje o hyj zërin e vajtimit tim, ma ruaj jetën prej tmerrit të armikut, më mbron nga përbetimi të mbrapshtve, prej grumbullit e atyre që veprojnë keq. Prej atyre që mprehen gjuhën e vetë si shpatë, që vjellin si shigjeta fjalë të helmuara, për ta shigjetuar në moh të pafajshmin. E shigjetojnë papritmas e frikë nuk kanë, ata marrin guxim në synimet e veta të këqija. Shestojnë si t'i vënë fshetas leqet e veta, e thonë, kush mund t'i shoh? Synojnë pa udhësi, i qojnë në vend synimet e para, humner është njeriu, gremin zemra e tij. Por hyi shigjetoj ata, papritmas i mbuluan plagët, gjuha vet ata i sharroj, ku shishe i habitur luan kokën. Të gjithë njerëzit do t'i kap frika, do t'i kumtojnë veprat e hyjit, mirë do t'a kuptojnë zhbëri ai. I drejti do të gëzohet në Zotin, në të do t'a ketë shpresën, me të do të mburen të gjithë të ndershmit në zemër. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Leximi i shkurtër i orës së 6 krahasoj Isain profet kapitulli 44 rreshtat 21 dhe 22. Kujtoje këtë gjë se je shërbëtori im. Unë të kam trajtuar, je shërbëtori im, o Izrael. Ti nuk do të më gënjesh. I kam tretur por si ren fajet e tua, por si mjegullen mëkatet e tua. Ktheu tek unë sepse të kam shpërblyer. Largoje shikimin prej mëkateve të mia, Shlyej të gjitha fajet e mia. të lutemi. O hyj, ti që ende sa jemi në këtë tokë, me anën e këtyre sakramenteve na bën pjesëtar në misterin e lumturisë sate,
Na drejto po të lutemi në këtë jetë të vdekshme, që t'i arrim dritës ku t'i banon, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.